shumë interesante kjo që e ka bërë. Zoti Totaj duke dashur që ti testoj ata të cilëve ju ka besuar punët gjatë një mandati, apo? Po, e vërtet, i ka qitë edhe Ademorine për shof aty edhe shefin e vetë kabinetit në aten edhe, po, është normale mendoj, po është një shif... Këtë vjetë që në atë Elshani, ose të t'i shkaktoj shumë kakshari, ose të t'i shkaktoj shumë sukses, zotit Totaj, se opozita pikrish në atin e kanë atë... E kanë pikën ku e sulmojnë më shumë të... Dhe ja zbulimi im, Alben. Pa. Lezode 30-shin, pas ka shane fantastike në listat e... Gjenet Pupus Potori. Kjo është e zakonshme, po, prezident është Gjenet emnin, Gjenet Pupus Potori e Kurilës, me gjasë më zgabosha, se këta Pupus janë të Kurilës. Amo si jamun fantastik. Gjenet a ka gjithandej. Po më pretë emri Ymran Fusha, numër 6, po, pas taj po kujtim gashi, si Bartës listës, si numër 1, e që është ku me të qështë, nuk është bash Gjenet. Nuk të tjerët, nuk është që po mbojnë në farë impresioni shumë të madhë. Nuk kam mendoj që PDK-ja ka pas kapacitete ma të mëdhaja për me gjetë emra ma kvalitative. Më leoni që t'ju të rejsh vëmendin tek Imran Fusha, zonja, që ka bërë punë fantastike gjithmonë në prezentimin e PDK-s dhe është një prej të themi zonjave që e lidhë PDK-n me një bazë shumë të madhe elektorale në Prizren. Është nga familja Fusha. Edhe ka qenë zoj heshtur, gjithmonë pa ankesa dhe pa... I heshtur pa aktiv, pa ankesa me një kontribut të jashtëzakonshëm në ngritjen edhe mbajtjen lartë të votës për... Leni që të rejsh vëmendin tek Shkelzen Kastrati, një dalë që ka bërë shumë punë të mirë, edhe në aktivizmin sa i përket çështjes së humanitetit edhe gjërave të tjera, kini vëmendjen tek Shkelzen Kastrati, juve që votoni PDK-n atje. Atyrisht ka shumë emra këtu të cilë ne nuk mund t'i anashkalojmë se i njohim në rrethana të ndryshme, por ideja është që gjithmonë të kemi sa më shumë. Ikim tek lista e vetëvendosjes. Artan Abrashi. Kravatën e kuqe. Jashtëzakonshëm. Të kuqe është, kravata kuqe, është kuqe e mblullë, si themi kështu, propon. Dafina, natyrisht, Dafina Alishani është një prej aktivistëve të jashtëzakonshme të qytetit. Një prej vajzave dhe aktivistëve, asamblistëve që ndonë se gjithmonë në lëvizjen vetëvendosje, ka qenë më zëshmja sa i përket çështjes së mos pajtimeve me qeverisjen e Mytajras Kukës. Dhe dështimet që i kishte pasur Mytajras Kuka në qytet, Dafina ka qenë ajo më artikuluesja duke i dhënë dhe fakti që është këtu në këtë numër është një mesazh kam përshtypjen. Natyrisht, mendoj që nuk emri Dafina Alishanit në listë të vetëvendosjes nuk i ban derë vetëm vetëvendosjes, po do ta kishte përnder, ta kishte si cila parti është një aktiviste e shkëlqyeshme e qytetit, e komunitetit edhe një za mjaft i artikulum edhe jashtëzakonisht pozitiv edhe mjaft i fokusum në gjetjen e zgjidhjen e problemeve, nevojave të komunitetit ku jeton. Këtu shto edhe Mimoza Bushranin, mësuesen e nderuar, Selman Sokolin. Me shpresoresha? Po, Selman Sokolin, po mbi gjitha mu, po mban zërat e ri këtu, vajzat ta themi kështu, gratë e reja, vajzat e reja është Debora Salauku, numër 20, me bani vëmendje, edhe është kështu fshinje pak jo e drejt për drejt me lagjen e prindërve në Prizren. Debora Salauku përvacion një gjenerat të re me shumë potencial për me tregu ende edhe me ndihmu komunitetit jashtëzakonisht në Prizren. Këtu mund kisha nda dhe Arta Zurnazhiun, cila mendoj që është mjaft aktive, aktiviste jo vetëm e shoqërisë civile, po edhe në media në gjithashtu. Të tjerët ka plot, Bekim Shaipi gjithashtu për shof në numër 22, edhe natyrisht nuk mund të harroj kurrillën time dhe një djalosh të ri, po mjaft aktiv, Erdem Oreshkën, këtu në numër më duket 37, po gjithsesi atë lista është mjaft kvalitative, çuditërisht këtë herë vetëvendosja ka bo punë të mirë me gjetjen e emrave edhe në aspektin regional,
edhe aspektin e përfaqësimit të fshatrave. Po jam si shkatunoj paskit. E të shoh Edon Muçaj, gjithashtu Islam Thoqin, aty që janë aktivistat vjetër, Ilir Gashi, i cili është gjithashtu i Kurillës, mjaft mirë, jashtëzakonisht mirë. Dhe ikim tek lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Drejtoni në fakt që është munduar që nëpërmjet listës të bëj shumë trik në punën e tij. Sidomos me përfaqësimin e Hasit, shoh aty që ka temajn, temaj për shembull është një prej pastaj është padyshim një prej njerëzve me shumë ndikim në atë zonë, Florent Ukaj, që hyn në listë dhe shumë të tjerë. Agranditën e shohim në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Befasi, Befasi se prandaj thash drejtoni ka shoh shumë prej kandidatëve që lirisht mund të ishte edhe kandidat për deputet, edhe për deputet edhe për kryetar. Natyrisht. Çka është interesante prandaj thash duke njohur edhe Prizrenin pak më mirë se komuna tjera dhe emrat natyrisht njerëz, duke pas preardhjen për atje, shoh që drejton Selmona i ka bërë diçka që vetëm e Shem Kryziu ka arritur ta bëjë me LDK-t, e që është një depërtim të elementi urban, të qytetarët ta quajmë kështu në Prizren, të cilin kohë të fundit LDK-ja ka pas goxha mangësi. Domethënë, çka ka shoh një minimum 10 emra nga qendra e ngushtë edhe nga ato që mund quhen Prizrenasit, që shko qef kushtrim, sa di ku me thonë Kasabalit. Prizrenalit. Po, Prizrenalit. Edhe kjo, do të edhe kjo listë është mjaft kualitative. E shoh një veteran aty nga Hasi Aziz Hotën, shpresoj që s'ka më japi Tinza drejton Selmonës duhanin në ballotazh. Krajinza. E thanë edhe para folës, të vërtet lista është gjithë përfshirëse, përveç përfshirjes gjeografike dhe profesionale, unë mendoj që një ndër sukseset më të mëdha që ka arrit drejtonin këtë rast është unifikimi i LDK-s aty në Prizren dhe ka hyrë në një proces zgjedhor pa probleme të kaluamës. Që kjo në shumë komuna kandidatët për kryetar i penalizon. Në gjitha partitë politike ka fragmentime, ka ndomja të caktuara, edhe kjo që drejtoni ka arrit me shpong në Prizren me një gjithë përfshirje të gjithë njerëzve, edhe atyre që kanë qenë struktura, edhe profesionistëve, edhe me shtirje gjeografike. Prandaj mendoj që kjo i jep një shans më të madhe dhe një garancë për sukses ballotazh. Ka edhe 3 komuna të mëdha dhe unë i dua grafikat e 3 komunave të mëdha. Drejt për drejt tash kandidatët për kryetar. Flasim për Ferizajin, flas për Gjilanin dhe për Gjakovën. Dhe do të bëj parashikimin unë i pari për të 3 komunat. Mendoj që të dielën sikur asnjëherë më parë në historinë elektorale të Republikës së Kosovës, 3 komuna mbyllen pa balotazh. 3 komuna të mëdha flasim sepse do të ketë edhe komuna të vogla, siç është Malisheva që mbyllet pa balotazh dhe Shtimja kam përshtypjen mbyllet pa balotazh, Obiliqi, Lipjani, por pa balotazh them që mbyllet Ferizaj, ikim, s'ka garë Ferizaj, shkojmë tek të tjerë, do ta kthej te Blerimi pastaj, do ta kthej topin te Blerimi se ka nevojë ta komentoj këtë. Në Gjilan mbyllet pa balotazh të dielën. Dhe në Gjakov mbyllet pa balotazh të dielën, 3 komuna të mëdha. Ky është parashikimi im. A pajtoni apo jo? Pajtohem me parafolsin. Ka mundësi, po. Pajtohem, posaçërisht për Ferizajin edhe për Gjilanin. Gjilani është parashikimi i rrezikshëm, ta them. Duni ta keni parasysh që në zgjedhjet e kaluara 21 komuna kanë shkuar në ballotazh. Po. Kështu që mos e shmangni. Nëse këtu s'ka ballotazh, atje ju ku shkojnë në Prishtinë, në Prizren. Unë mendoj që Gjillani do të ikim tek një komunë e madhe tash. Te Gjillani ka përfaqësi Albani, po ballotazhi